Kushova nga ne bashkia si organizatori e këtij aktiviteti është zgjedhur për faktin sepse në Kushov janë parcelat më të mëdha në gjithë rrethin ton, pra në gjithë bashkinë e madhe të Gramsh të mbjella me levando. Okej. Ka me qindra hektar të mbjell. Gramshi është si thua bashkia e dytë pas Malësisë së Madhe për hapësirat e kultivuara me levando. Dhe sigurisht levando dhe si çdo bim tjetër medicinale ka ato problematikat e veta sa i përket tregut. Në fakt tregu nuk është stabil gjatë gjithë kohës. Ka ato oscilacionet e veta, ulje ngritjet e veta, por këto nuk është se tregu është tregu i lirë, e përcakton kërkesë oferta, janë grosistët apo grumbulluesit e mëdhej, eksportuesit e mëdhej që janë pjesë e bursës. Pra unë dua ta prek si pjesë sepse është një shqetësim që më vjen çdo ditë nga kultivuesit e levandos në qytetin tim.